Mirë mëngjes, se ora është 1:30, 1:25 në realitet. Qa desha të them me këte? Desha të them me këte që në jetë mund të përbalesh me shumë vështirësi, që në njeriu duhet t'i përballoj, duhet t'jetë shumë i fortë, të përballoj shumë situata, mashtrime, intriga, nga njerëzit e qinj që na rrethojnë, se janë dy rreth, është rreth i madh dhe rreth i vogël. Po më shumë njeriu duhet të ketë kujdes nga rrethi i vogël, se ai është më i rrezikshëm, rrethi i vogël. Rrethi i vogël është më i rrezikshëm nga rrethi i madh. Rrethi i madh bën si ja bën, por rrethi i vogël nuk e si ja bën. Është një diçka shumë shumë tronditse dhe shumë e vështirë. Njeriu duhet të ketë stomakun e atij kafexhiut që i thonë edhe grekët. Duhet të jesh kafexhi që të dhurosh shumë gjëra, të përballesh me shumë vështirësi, me shumë përgjegjëstrime, më falni për shqipe se e kam çik të dobët, për arsye emigrimi. Nuk e di, po të ke qenë njëri tjetër në vendin tim, nuk e di a do të duronte kaq shumë, po unë e di çfarë them. Ka një Zot, edhe ai Zot shikon edhe bën edhe shkruan edhe vepron në momentin e duhur. Këtë gjë e besoj. Duhet të përballesh me shumë fyerje nga njerëz që duken që të duan edhe nuk të duan, po e nxjerrin fytyrën dal nga dal edhe shfaqin veten se cilët janë. Disa të tjerë i fal për mendimet ose për ato fjalë që kanë thënë, për shumë arsye se nuk e di si shikojnë gjërat, po unë i kam falur për veten time. Base ka qenë momenti që nuk ka ditur çka ka thënë, po nuk flas për ata që më erdhën e më thanë aty ku nuk e prisja, në më thënë. Më thanë 720 vafe, nuk ka problem. Ka njerëz të tjerë që të hiqen sikur janë, të hiqet si shok, si mik, si të thuash zere. Në momentin kur për pak qase sikur të ngelet edhe ai ushqimi në gryk, për momentin kur në kohën që ha buk, e të thonë 2 llafe, të ngelet ushqimi në gryk. Thua, a ka mundësi ky njeri i mendon këto llafe dhe i nxjerr nga goja? Edhe për çfarë arsye nxjerr nga goja duke e ditur situatën se si është? Nuk ke shans më o burr të flasësh në atë mënyrë. Megjithatë unë të respektoj, prap nuk e kam problem. Po gjithë këto po i nxjerr, kështu edhe i them nga që kam dhimbje, edhe më dhemp. Më dhemp, e di pse më dhemp. Më dhemp se dalin nga disa njerëz që nuk e prejt ta thonë atë llaf, edhe më nxjerrin llafin e fundit në fillim edhe të fillimit në fund, a e kupton? Megjithatë të falur janë. Nuk dua të merrem, nuk dua të ngatroj me njeri. Boll, kam parë shumë në jetën time, kam kaluar shumë, po kaloj shumë. Nuk po i them këto që t'i vi keq njeriu, se s'do t'i vi keq njeriu fare për mua. Edhe nuk bën pishman për çdo gjë që kam bërë, edhe pse, për çfarë arsye. Se jam ajo që jam, valla. Unë jam real. Ato që i them si ashtu siç jam, nuk dua as të shtoj, as të zbukuroj, as të bëj një diçka, domethënë që të dukem. Nuk dua të dukem fare. Nuk më pëlqen ajo pjesë e të dukurit. Nuk më pëlqen fare ajo pjesë e të dukurit. Ajo pjesë e të dukurit është e shumëzuar me 0 nga ana ime.
për shumë arsye. Njeriu duhet të jetë realist, të flasë të vërtetën. A mund të thuash të vërtetën? Po e di ku është arsyeja e të vërtetës. Se të vërtetën nuk e do njeri, vëlla. Nuk e do njeri të vërtetën. E vërteta është shumë e vështirë. Shumë janë, e di kush mund ta besoj të vërtetën që thua? Vetëm ajo që thotë të vërtetë. Ajo që thotë të vërtetë, ajo e beson atë të vërtetë. Kurse ajo që është marrë me mashtrim me një jetë tërë, ati nuk i pëlqen asnjëherë, vëlla, realiteti ose atë të fjalë të vërtetë që do thuash ti. Po nuk do i pëlqej shoku, nuk do i pëlqej. Edhe nga një person ka ardhur shumë keq, shumë keq, megjithatë është i respektuar, i nderuar nga ana ime, kam respekt prap, nuk i mbaj mëri për çfarë më tha, nuk i mbaj mëri. Nuk është grua, është burr, që ta ndajmë çik shapin nga sheqeri. Nuk i mbaj mëri. Nuk i mbaj mëri për shumë arsye. Edhe nuk dua që të vinte në pozicionin tim, as edhe njeri nuk dua që të vinë në pozicionin tim, siç jam, edhe nuk ja uroj asnjërit, as dua që të jetë njeri në pozicionin tim, se është shumë gjë e vështirë. Po megjithatë, jeta i ka këto, ka dhe për pita dhe tatë pita. Varet si e përballon çdo njeri në situatën që është. Më ka shqetësuar jashtë mase, në fakt. Më thonë, po, nuk kam çfarë të them, nuk kam çfarë të bëj. Njerëzit janë bërë si punë e zobit. Njerëzit janë shikojnë filma me zobi nëpër televizor. Ca këte mundohen të realitetin se ku janë zobët e vërtet. Zobët e vërtet nuk janë televizor, vëlla. As vampirët nuk janë televizor. Zobët edhe vampirët janë në realitet, në kohën reale ku jetojmë tani ne. Ata janë zobë. Ushoj të ndritat, shoku, po s'ke çfarë bën, ushoj të ndritat. Gjemon? Po gjemon, vëlla, gjemon. Po bëhet nami këtu, a e kupton, vëlla. Po bie shi edhe koha nuk na do, a shko se shbet. Ja, sa të ndez një projektor, vëlla, që të shikojmë me njëri tjetrin se bie shi, shoku, bie shi. Bie shi edhe ky shiu i previ me drita me tëra. Shqipëri jemi këtu, nuk jemi jashtë shtetit, s'ke çfarë i bën. S'ke çfarë i bën, gjemon, vëlla, gjemon. Po me sa kam dëgjuar unë që Rufeja zbie në alet, edhe mbase është edhe vërtet kjo gjë. Gjemon jashtë bie shi, edhe koha është me mua. Edhe koha qanë, si që qanë shpirti njeriu, qanë edhe koha, vëlla. Kjo është reale. Se po flisim për zobit. Zobët, vëlla, i kejnë në jetën reale. Ashtu janë bërë njerëzit sot. Ashtu janë bërë, se njerëzit e di si flasin, flasin si për pas nesër, vëlla. Janë bërë, shu janë sulur për, nuk i flet vlajt, vëlla. Është një çmenduri, a e kupton, për pasurira, për gjëra, shuja, e vrasin mendjen. Po ku do i marrësh më? Po një metrovend do marrësh më i vrasë. Edhe atë një metrovend, është ai shoku që ka pikën e varimit, të çon ai se jashtë nuk të lë njeri, po vdi që do të varosin, se s'ke ku të veshin, jashtë nuk të lë njeri ashtu, se qelbesh. Pavarësisht se të qelbur janë bërë njerëzit, po qelbesh. A e kupton? Zobi. Këta janë zobi, vëlla, erdhën dritat. Sugjeroj të erdhën dritat, se këtu jemi në Shqipëri, vëlla, se s'ke çfarë bën. Këtu do vesh në atë kohën e xhaxhit e Enver. Kishim xhaxhin e Enver, kemi edhe këtë xhaxhin tjetër. Se të xhaxhi janë këta. Kush vjen në pushtet xhaxhi është, a e kupton? Edhe vampiri. E vampirët ashtu janë, vëlla. Si punë e zobit janë. Që të dy gjakana. Pinë, se thashanë. Më falni për shprehjen, pinë. Gjak pi vampiri, gjak pi dhe zobi. A e kupton? Edhe që kështu mos i kërkoni zobët në për televizione. Në për televizor që të shkosh një film me zobi ti edhe, pash një film me zobi. Po dilo jashtë, se ke zobi sa të duash. Sheshin e ke plot me zobi, o shoku. Plot me zobi me vampire ke. Këtu dalin vampirët ditën, nuk dalin edhe natën. Edhe ditën edhe natën i ke këtu. Pa problema, se vri mendje. Sa për zobi ke sa të duash. Po kështu do sot, më i vëra.
Tu vetëm mos ta gjetësh rastin, ore. Vetëm mos ta gjetësh rastin. Shumë vështirë, valla, që të gjesh njëri të saktë. Të jetë real. Të flasë, ta shikosh në sy kur thot të vërtetën, valla. Pa di si kanë arritur njerëzit, të thot njeri, pjert njeri andej, thot, o, e di qa bëj, a ju thot pordi, a ju tiri thot pordi, tha, u dhje, tha, ore. A e kupton të qa bëjt. Ore, qime në tra e bëjnë. Ore, të ngjitin gjera, të ngullisin, gjove, të ngullisin, ato që s'ke berë, të thoni ke berë. Ore, betoju ti, që s'kam berë gjë, ore, s'kam berë gjë, jo e ke berë. Se tha filani, flasin. Ore ti, a i ke pytur ata njerëzit që të thonë ty, o shoku, të thonë ty që ky njeri e ka berë në të vërtetën. Po e ka berë në të vërtetën, po? Ja futin por dhe skot ata. Kur thot a ju fluturon gomari, ti thua fluturon. Që ashtu do a i. A i thot fluturon gomari. Që ashtu ti thua nuk fluturon gomari, jo la. Ne jemi gjithë tha veta këtu. Tha, ky, tjetri, x, y, ja e kupton, që fluturon gomari, e ti detyrosh të thuash që fluturon gomari. Po mblidhni o mendje, o njerëz, po mblidhni o mendje mos e sini më Terezim, po mblidhni o mendje mos e po shkatrojni, si njerëz, si komp. Po shkatrojni tash po flas për kombin shqiptar, se gjithë problemi në kombin shqiptar është. Ka dhe kombe të tjera, po kombi shqiptar që nga berë, nenë me nenë, mos më pyte, mos më thajgje, a kupton. Po mirë, shikoni një punë tuaja, mova. Po mos më atroni mo me njerëz të tjerë, mos e me një qafë, mo. Shkatroni familje, mo, a e kuptoni, apo se kuptoni, mo. Po shkatroni familje, mo, po nga një lavë goje, mo shkatroni familje, mo. Po ini më Terezi, apo si një më Terezi, mo. Ini berë, mo si zobi, ini berë, mo. Po si zobi, mo ini berë, për këtë zotën e madhë. Ini berë tërë si zobi, tërë si vampirë. Të shikoni, rendi për pasurie, mos shkoni titrin të ngre kokore. Vetëm titi është më lartë se tjetri. Po beju mo të bejë, qefi tjetër dhe ajo tjetri lartë, vëlla. Se nuk me, çdo njeri ka reskun e vetë. A kupton? Ka reskun e vetë, çdo njeri. Nuk ja jep ti. As tjetri. E fiton vetë, vëlla, vetë. E fiton vetë, atë që ka për ta fituar, ta fitoj vetë. Nuk të ka zënë derë, asë njerë. Se këshu ka ardhur kjo kohë tani, ja besoj gjëra që në derë mos e pyet. Po që bëjnë më shumë, po thiri një momendis më të sini më Terezim. Thiri një momendis më të sini më Terezim. Ore, flasë në përgjithësi, flasë për t'i gjithë, më bu. Kam dëgjuar aq shumë historira, këtë një javë në fundit sa nuk arrita besoj, më shbet shumë, po zbet shumë, si një më Terezim. Po dje mu kam 3 ditë që kam berë me autobus, kam ardhur, edhe kam dëgjuar lloj histori, kam berë vetë, kam apër vetë mua bete, me marifet që të gjësë qarë betë, edhe qarë betë. Esha ajo që thash pak më parë, jam berë njerëzit si zobi, lere mos e pytë, si zobi. Vampir, hanë njëri tjetrin. Ta janë zobët, të hanë njëri tjetrin tani. A kupton ti? Nuk ka më miqësi, o vlla, që të doja, ky më do mua, po nuk të do, vlla, ky të respekton, po nuk të respekton, o vlla. Nga momenti që ai fillon e ty të shanë lartë e poshtë, e të bën plerë, të bën krijon ato fantazit që ka në kokë. Ore, mëso të thuash të vërtetën, më burr. Po pse i trembesh të vërtetën si të thuash të vërtetën, më burr? Po kush je ti, more, që mos thuash të vërtetën? Po thuaj një të vërtetën se nga e vërteta nuk del keq. Asnjëherë nuk del keq. Po nuk të pëlqen e vërteta. Kjo është arsyeja, më në thelbi, ideja e muhabetit që po bëjmë tani, a kupton? Kjo është ideja, se ty nuk të pëlqen e vërteta. Ti je mësuar të dëgjosh gënjeshtra, intriga, histori, e t'ja valosh tjetrit, t'ja shkatrosh familjen, pse ashtu do bëj aty. Pse ashtu të leverdis, jo përgje. Ashtu të leverdis shoku. Nuk i mendoni gjërat që nxirrni, ose fjalët që nxirrni nga goja që ore, me këto që po them mund të shkatroj një familje, më vëlla.
Po sikur ta bëj ty a y tjetri, kështu siç po ja bën tinë. Ose siç po ja bëni juve, tash po flas në përgjithësi, a e kupton, nuk po vë njeri, asnjëri nuk po vë, po flas në përgjithësi nga gjitha ato që kam parë këtë javë, edhe që kam dëgjuar nga shumë njerëz, që kam shumë probleme, edhe probleme të rënda, edhe Zoti vend të dorën vëlla. Unë jam ortodoks, po e tham troç muhabetit, jam ortodoks. Edhe nuk ka burë, edhe rob të më thotë që në Shqipëri janë myslimanë. Shqipëria nuk ka myslimanë. Gjithë shqiptarët kanë fenë e Skënderbeut. Janë të krishterë. Ta themi troç muhabetit. Se qa bëri turku më vonë, punë e veta janë. Kush beson, beson. Besimi është një gjë personale e çdo njeriu. Besoni ku të doni, ato janë punët e tuaja, se tash ndryshuam edhe në çik temën e kësaj, se dolëm që nga shinat e trenit që i themi neve. Ju thashe pak më parë të më falni për Shqipen, se kam pak të dobët për arsye emigrimi, po mundoj me sa e di dhe me sa mund ta flasun Shqipe. Keni kujdes nga këta njerëz. Keni kujdes. Jo nga rrethi madh, vëlla, nga rrethi i vogël. Ai rrethi i vogël, vëlla, është o shoku, rrethi i vogël është më i rrezikshëm nga rrethi i madh. E di kush është rrethi i vogël? Ta them mund trotë se kush është rrethi i vogël. Është vllai, është motra, janë kushërinjtë, janë të gjithë futen brenda, janë dainjt, janë xhaxhallarët, janë nallët, janë tezet, janë një prambesa, të gjithë janë këta, janë brenda rrethit të vogël këta, këta që të anë kokën ore, këta që të hynë, edhe ty nxjerrin ato dy mend që ke të sakta në kokë, që po mundohesh, e ti heqin ato dy mend që ke. A e kupton çfarë bëhet? Këta janë zombi. Këta i quajmë zombi neve. Ore, o shoku, mos shiko filma me zombi në televizor, po dil jashtë të shiko një sa zombi ke. Dil njerë jashtë të shikosh njerë sa vampire ke, shtapin gjaku, Dil njerë shiko njerë. Dil se keq nuk ben, ore. Dil e shiko. Njeriu që është me shpirt edhe është i pastër, i thot gjëra siç janë, valla. Po nuk ju pëlqejnë, bre. Po nuk ju pëlqen asnjëherë kur thua të vërtetën, shoku. E di çfarë thonë? Do mundojnë të futin në ajo gropa e lumit, që ti mos dalësh me mos marrësh në firon. A e kupton si bëhet? Ai që të do, që të flasim troç muhabetit, nuk ndrin valla. Po do mundojt vetëm e vetëm që të thot një llaf të saktë, një fjalë me vend. Jo të thotë, po ta kisha unë motor, e ta vinja shqelmin unë tynë. Ose po ta kisha vlla unë, ta vinja shqelmin ty unë. Po thiri një momendjes, që kini këto lafe, që thoni, po e di shkatron familje, po shkatron familje, do të pëlqen ty të shkatroni familjen ty. Po as njeriu nuk i pëlqen të shkatroj familjen njëri tjetrit, Po që kini këto, po thiri një momendjes, se sini më të rezim, i kini bent, apo se kini. Po rini më rëmbani atë, e di si themu no. Martohesh vëlla shumë mirë. Është edhe një fjalë urtë popullore që thotë, burë e grua mishe tua. Shumë fjalë me vend është, E di ti që këtë fjalë burë e grua mishe tua, që 10% e popullsisë e mban sot, që është reale. Se në 90% është një fjalë e merera. E di që thotë burë e grua mishe tua? Ta shpjegoj unë si është. Burë e grua mishe tua do thotë që ta duash burin e në të mirë e në të keqe. Edhe burit ta duaj i gruan edhe në të mirë edhe në të keqe. Edhe kur është mirë edhe kur është keq. Po më shumë kur është keq. Aty duket dashuria e një çifti. Ja që ta shpjegoj më shumë se do thotë kjo fjala burë e grua mishe tua. Po për shumicën, për 90% e njerëzve, është një fjalë kot. Varilesh. Kurse për 10% të njerëzimit, se aty ka arritur tani, ka qenë 90% më përpara,
Edhe 10% ishte më thënë varilisht kjo fjalë. Burë gruva më shëtuaj, more vesh, nuk ekzistonte. Kurse tani ka ardhur rasjeltas. A 10% që u bë për ata që e besojnë këtë fjalë. Edhe 90% u bë për ata që nuk e besojnë këtë fjalë. A e kupton? Ti si kanë bërë njerëzit? Janë bërë njerëzit ta njëri tjetrin ore. Po që kini këto mo që bërni mo. Po thiri një moment jesë mo, o njerëz. E po e flasë në përgjithësi. Që ose do njeri, që ose do nenën, mos e bështry nenën, mos e shaj nenën. Ta duash nenën. Se do dalë edhe kjo, do dalë edhe këtu prapë. Do përqendrojmë pak edhe këtu do përqendrojmë pak. Ta duash nenën edhe babanë. Se si nena dhe babaj nuk gjenë shoku. Të vesh të agodash, nuk të doj, vjera di qartë të ka, po sa ja do çupën, do të doj. Po nuk ja deshe, e di si do të marrë, për bythë edhe, do të futuroj jashtë. Zotja di fare se ekziston, apëse nuk ekziston. O shoku, këtu është një reciprocitet. Respekton, do të respektojnë. Nuk respekton, nuk do të respektojnë. Që t'jem qiki qartë me këtë gjë. Po thirë një moment, jesë qikini këto budaliqe. Ore, a shajet nena sot edhe, e babaj sot nuk shajet, as nena as babaj. O njërës, që u ka fluturuare, e di që aju që shanë nenën, ose babanë, shaj nenë e babanë prindet e tyre, janë të shumëzuan me zero. E dini këtë? Nuk e dini, e po ja i them unë. Je i shumëzuar me zero, shoku. Je i shumëzuar me zero, je një iq. Jo një iq, po bësh plerë. Të duke si kur ke zemë përndir me dorë, ke zemë ato topat. Janë të buta ta, janë të gjushitim, të taj. Kapi mirë. Se të kanë shumëzuar njerëzit me zero, po e morën vesh. Me zero të kanë e që vijën si njeri. Nuk keme atë personalitet që ke patur, dikur. E ke e shumëzuar me zero, shoku. Ke ikur për lesh. Respekt, asë edhe njëri nuk do ketë. Për gjera që ben. A i kupton ti? Edhe mua më kanë sharë. Më kanë sharë sa s'ka ku të vej me. Më kanë bërë thjesht, kam respektuar prapë. Kam respektuar shoku. Respektoj. Do ta respektoj, valla. E tha, shumë mirë e tha. A që mendovi, a që tha. S'ke qari bën tani. Po thiri një mendjes. Kur ka ardhur këtë radhë, që erdha, bën 2 ditë e gjysmë rrugë, nga Belgjika. Erdha sot, në orën 5 të mëngjesit, në orën 4 qashu i kanë bërë këta pati leshi, pati travle. A i kupton, se si i kanë bërë gjera këta. Kanë lidur oraret, se njerëzia kujtër se janë budalenja, a i kuptonin. Kanë lidur oraret e kanë bërë, më thënë, të nisesh në orën 5 mbas dite, edhe niset ajo, të mbane 6 orë që mos vesh ati, e të silë në një orar shoku, që ti mos marrë as ato buzën e qytetit, po të marrë veç taksit e pati travel, ku thot ajo, të qoj aty ku do ti. A i kupton të që kanë bërë, bajgat. Po që vetëm ti pati travel, ka dhe shumë të tjerë. Hajtë që dolim qik nga tema dani, e po i përqendronim prap temës që kemi. Në autobus brenda kisha një çun ishte nga Shkodra, silte në vetë ajo ishte të paralizuar, me dokumenta bulgare çfarë ishte një gjë e tillë. Gabimi tia ishte je me dokumenta shumë mirë online, nënë ne keme pasaport. Po nuk sillet nëna 3 ditë me autobus, o Flori. Nuk sillet nëna 3 ditë me autobus, u cvilit, sa u detyrova edhe unë i lëshova koltukën. Vendin kurinja që ishte paralizuar. Me avionin për 3 orë qojnë në shpirua. Mos e cvilit nënën me autobuze. E që thua qare e qunë, do t'i rish nënës afer, vla. Dash nënës, dash babajt. E më vi shumë keq për ata njerës që mojnë prindrit, edhe nuk ju flasin, po s'ka problem. Le mos flasin.
babanë i mirë i keq duhet ta duash. Kushdo që t'jesh. Duhet ta duash. Ndas djalën, ndas çupë. Doje babanë, se baba tjetër njeri nuk të bet. Idhu për pjetë. Si që do babaj, nuk të do tjetëri. Në që se je pasaj, nuk flasim për ta babalarë që kanë në shkar nga rruga e Zotit, që pjen bëjnë drasë dhe godasin fëmijët. Nuk flasim për ta ignorantë. Po i them ignorantë me produkojt dhe smëruet fare trapi. Kushdo që t'jetë. Nuk flas për ta babalarë. Nuk flas për ta babalarë që zonë t'ja dim fare. Po flas për ta babalarë që mundohet për të mirën e fëmijës së vetë. Po nga njërë edhe babajt, ose edhe nënës, kushdo edhe nëna tjetë. Ndash babajt ndash nënës, kur nuk i jepet mundësia për të ndihmuar, nuk të ndihmon dot vëlla. Tash nuk është gjë, tash pasaj je familje. E di që thot fjala familje? Fjala familje do thot që ti përballesh gjërave. Të shmangësh njerëzit që të afosin në vesht. Je ti ai. Se nuk po flasim për dy adoleshentë, për një djalë dhe një çupë që akoma nuk kanë hyrë në atë pjekurinë e martesës dhe nuk e dinë se ç'është martesa, e kupton? Flasim për njerëz të mëdhenj më burr. Po flasim për njerëz që janë me mend në kokë. Nuk po flas për ata njerëz që u kanë rënë trut ore, ju kanë rridhur trut. A e kupton ti? Mos dëgjoj se sot titri vëlla. Mos dëgjoj se sot titri ore ky më tha kështu për gruan tënde ore, më tha kështu më tha. Iko të qiva ropt ore karo. Shko familjen tënde, mos ngato me familjen time. A e kupton ti? Ose grua ti fshëllej në vesht, ose kështu një tjetër buri i beri këte, buri i beri këte, buri ande, buri këte. Ore jepi drejtim, mos i jep të drejtën tjetrit tinë. Çfarë do që ta kesh vëlla, motor, nënë, baba, nip, mbesë, hallo, teze, dajo, e çfarë ke, nuk e ke. Ore, ju njerëz të rrethit të vogël, po ikëm na çani trapin, po shikoni në shtëpitë tuaja njërë. Edhe mos ngatroni me mua, se unë nuk jam i vogël. Ose nuk jam e vogël. Jam burr 57 vjetë, për shembull, ose jam grua 55 vjetë, a kupton? I di vetëm ku i kam ato vështirësitë e mia. Në qoftë se mua buri më keq traton, më rej, më bën, po sy jo, aty keni të drejtë të ndryni. Po keni të drejtë të ndryni të gjithë. Po kur e ke trajton grua lama, jo pa arsye vëlla. Ju që ndryni pa arsye, po shikoni në shtëpitë tuaja vëlla. Se dhe ju i keni një thes me probleme për veten tuaj. Zgjidhni një problemet tuaja. Unë deri më sot nuk kam dhënë të drejtë njeriu të ndryjë. Edhe nuk ndryj. Po edhe juve vëlla, unë si jap atë drejtë të flas njeriu në emrin tim. Edhe ti bërtasë, gruas ose njëran tjetër. Jo vëlla, nuk ta jap atë drejtë. Jo se kushdo që ti jesh do të qiropt. Për Zotin. Do t'i nxirr dhëmbët me pinca një nga një. Çfarë do që ti jesh? Vëlla, kushëri, allo, dajo, xhaxha, ropt. Fjore se duhet flastrosh olla, duhet të them gjëra si që janë. A e kupton? Duhet t'i flas si që janë gjërat. Mos u ngatroni, shikoni punën tuaja. Lejeni njerëzit të bëjnë jetën e tyre. A e kuptoni? Se në shtëpinë tënde s'ka ardhur njeri të këndoj si këndezi. Pa mos të vi tjetri të këndoj si këndezi në shtëpi tënde të vi mirë ty. Kushdo që t'jesh ti. Kushdo qofsh. Do të vi mirë. Do të vinte mirë ty sikur unë të merrem me llafe tash. E të them unë filane kështu, filane ashtu, ja them një të tjetrit, po nuk të vinë mirë vëlla. Do thosh ti çan këto budalliqe që nxjerr nga goja ky çmenduri, do thuash ti. A kupton? Ku kanë arritur njerëzit to, që janë bërë zombi, vampirë, si ato jena e di kur të kafshon. Juve nuk e dini hiç historinë e jenave. Ja po ja shpjegoj unë. Mbasa ju vinë trut e kokës në çik. Pak, t'ju vinë çik. Mbase rregullojnë, vinë në atë qendrën e se që është Roosevelt Oxford që është në qendrën e saj, e more vesh? Të them unë, jena kur është ngopur, nuk të ngacmon. Është si puna saj macës që flenë në kemët e tua, edhe e fërkon. Sa të filloj që t'i bëjnë zorë demonstratë që i themi neve, në gjuhën shqipe, ti je i pari që do ajo do ai.
jena. Ty do të kafshoj, do të bëj cop. Edhe kocka për të lënë. Kështu janë jenat. E ju shenti jenë ngope, me s'ke o vla t'japsh. S'ke me, se të mbaruan, a e kupton? Nuk ke me, pasa i hajt. E ta ha ty. Ta këput kokën si të rabetskës, që i themi neve, si të arabetit. Që ta themi në gjuhën shqipe ta mamë, si që ka abetarja. A e kupton? Shokun. Kështu bëhen gjerat. Kështu janë gjerat. Janë bërë njerëzit për të ardhur keq. A e kupton ti? Shkatojnë familje, shkatojnë shtëpi. Ka dhe njerëz me ndjelejt, ose bura me ndjelejt, ose gra me ndjelejt, a e morde vesh. Që fluturon gomari, fluturon vla. Me lafet e këti, lafet e ti, jo, po ky beri këshu, ky buritet beri këshu, ky buritet beri këshu. Mos i digjon shumë njerëzit. Njerëzit mos i digjon shumë, se aty ku nuk ta pret mendja, nga rreth i vogël. Mos haro rrethin e vogël, ore, rrethin e vogël. Rreth i vogël është për të shkërë dhe rropt. Rreth i vogël. Rrethin e madh varilesht, rrethin e vogël shikolla. A ju shmi rrezikshmi. Si është ajo rreth i vogël. Si është ajo rreth i vogël, të le pa brek. Ta merr edhe jetën ta merr. Të dërgon aty në universiteti i përjetshëm, a kupton? Aty të çon, rreth i vogël. Po do t'jesh ti i zgjuar që ajo rreth i vogël mos merret me ty. Je ti i zgjuar, ti e ke në dorë rrethin e vogël, vlla. Se ka dy kuptime rreth i vogël. Rreth i vogël ka kuptimin që brenda rrethit të vogël je ti si familje, fëmijët, gruan, burrin. Në ky rreth i vogël ti, për sa e përket rreth i vogël, do shikosh rrethin e vogël në fillim. Po të provi do një diçka mund të ndihmosh. Po s'te provi mos ndihmo me vëlla. Se brenda rrethit të vogël pasaj, kur të ndihmosh ti mos marrësh ato që ke ndihmuar, ose mos të ndihmojnë me, do ngelen pa buk ata që janë brenda rrethit të vogël. Edhe Zoti plas bytha me njeriu për të. Se kështu janë bërë njerëzit. E ti si thaj? Unë ta kam interes ta. Si o këne, po kam interes ta. Kam interesa se pe këti maru. Merë, po si ore merë. Më dhe po së da shumë, më thënë, unë bëjmë aju i keqin, më thënë, jam aju i ndyri ju. Kupton ti? Jam aju i keqin, aju i ndyri. A që duhet të shkosh me sy pasaj me, mos i flasë ashtë më gjes, asë më mbrema, të rish me vite të tëra pa i folër fare, po si o të se nuk ke leverdime, a i kupton. Se ti do dhe, je mësua vetëm të marrësh, a i kupton. Që ose të thot aju, ore më ndimoj njerë këtu ja, ben si kur se shikon ditën tjetër. Nuk duket kjo. Aty ku je 2 metro burë, aty besh i pa duk shumë fare, si pune fantazme, që nuk dukesh fare, se fantazma duket në fakt. Po besh i pa duk shumë, e kuptonë. Për shumë njerëz besh i pa duk shumë. Pastaj them unë, mos mundoni të shikoni filma me zobi në për televizore, vëlla. Se zobi ti ke në rrugë, në familje, nga do i ke, vampirët, ku do i ke. Dalin edhe ditë në natë, vampirët. Qatë pun kanë. Po duan që të shkatrojnë, direkt. Sa të nëzirësh kembën, nga dera e shpis, të kapin zobët, me radhë. E vampirët, ta pinë gjakën. Të 2 gjakë pinë. A kupton ti? Janë ato intrigantët. Janë ata shpifësit. A kupton ti? Nga ati të thotë unë të respektoj, po nga ati të varos. Ore ta ka berë vari, digjo mua. Ta ka berë vari. Po digjove fjallën që unë këte e respektoj një ati, nga ati të do kesh një thes shoku, një thes me lafe. Po ta them unë, e di pëse po ta them. Ta them që ta dish se ke një thes me lafe edhe ka për të varosur para kohë, vëlla. Se kështu janë mësuar, të mere me lafe. Kështu janë mësuar, të mere me lafe, me intriga, të shpifin. A kupton? Të shkatrojnë familje. Edhe pra djalin që ndihmovi t'jemën, që e solëm nga Belgjika, që erdhi nga Belgjika, që kishte t'jemë në autobus. Me sa kishë mundësi,
unë i fakti bleva nga supermarketi gjera se rrugës ku ndalojnë ato buzat, këto kontratat edhe këto marrëveshjet që kanë bërë këto autobusat dhe janë t'ja u mbash pistolet në ballë. Mbushe çantën nga supermarketi edhe bëj rrugëtimin. Ha çantë të doj qefi. Me 20 euro mbush një çantë që të kesh për një javë. Të pish kafejnë, çajnë, çfarë duash ti. Me 20 euro. S'është nevojë të lesh nga 50 euro në çdo ndalesë që bëjnë këta. Thiri trurit, o njeri, ti që udhëton, thiri trurit. Nuk kesh turp të vesh të mbushësh çantën në supermarket i blesh. Për të mirën tënde është. Që mos të zemë për budallan rrugës e të kapin për mos them. Kurse këta që shajnë nenat, këta janë mos i futush me ndërë. Që torturojnë prindrit. I shajnë edhe i bejnë. Janë të shumëzuar me zero. Ate njeri i qavijë. Shumëzore. A kur nuk do nënën e vetë, nuk të do asnjë, a kur se do nënën që i ka berë kokën që ka arritur, ca i ka arruar ato si e shritur. Kur do qofsh ore, kur do qofsh ti ore. I ke arruar ato se si e rritur ti, si të ka rritur jo temë. Edhe i tatë bashkë. I ke qirë nënën, i ke shumëzuar me zero se kurse që të duket vetja ty ore. Ke ka për përndin me dorë. Jo. Ore përndin kapet tër ditën me dorë ty ore. Tër ditën me dorë. Do t'jap, një dy gjera do t'jap, një dy gjera do t'i marë, se kështu është jeta. Çdo njeri dënohet sot. E dënon ai lart. Do apo s'do ti? Të dënon ai lart. Ai shikon edhe të bie, bam, kur të vijë ora. A kupton ti? Ai tash se po ju vej, do këndoj edhe një këngë. Edhe s'ke si ben, kështu është jeta. Duhet të përballesh me të mira e me të këqija. Se ndryshe këto janë edhe prova të rrezikshme në fakt, që bën Zoti, që i vut njerëzit në provë të shikojnë njerëz sa do durojnë, a e kupton? Sa do durojë njeriu, se njeriu është shumë i duruar. Po të vë në provë ai. A e kupton, të vë në provë. Atë se po bëj edhe një këngë tani të Kazanxirit, Stelios Kazanxiris, që i ka të gjitha tëra nga jeta e tija. Kush nuk e ka parë filmin e Kazanxirit, i Parko, ja sugjeroj ta shikoj se është një film shumë i bukur. Është çereku i historisë, nuk është komplet historia, është çereku i historisë tija. Po megjithatë të bën të kuptosh shumë gjëra. Se si, më thënë, ka qenë realiteti ati njeriu. Edhe çdo këngë që kanë nxjerrë nga dhimbja e tij, nga dhimbjet shpirtërore. Nuk janë, asgjë nuk është e rastësishme sot. Hajde se po ju edhe një këngë, po ju përshëndes, do mundojmë ta këndoj dhe unë me aq pak sa e di këngën, po megjithatë po ja u këndoj.